Reforma në drejtësi është e vetmja që ka votën pro të 140 deputetëve. Nënkryetari demokrat i Komisionit të Ligjeve Oerd Bylykbashi dhe sekretari socialist i Komisionit Armando Subashi kanë shprehur vullnetin e partive që përfaqësojnë për të realizuar një reformë të plotë në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë dhe ndryshimet kushtetuese. Kërkon kohë, kërkon vullnet mirë politik dhe më pas, po t'jetë e nevojshme, do të ndryshim të në kushtetutë. Do ta bëjmë dhe unë jam i sigurt që nëse neve bijem dakord, mund të votojmë në 140 persona në parlament për të votuar të ndryshime. Për vetë rëndësinë që ka kjo reformë, do donim që reforma të ishte sa më shumë gjithë përfshirëse, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm pjesëmarrjen e gjitha forcave politike në këtë reformë dhe kontributin e tyre, të gjithë aktorëve dhe faktorëve, të cilët realisht kanë shumë për të thënë, ose më saktë akoma ndofta do të jenë pikërisht ata që do ta vizatojnë të gjithë këtë reformë. Por ndryshimet kushtetuese nuk janë vetëm vullneti i klasës politike, por gëzojnë dhe mbështetjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Gjatë një sondazhi të organizuar nga Fondacioni Soros, 63% e tyre shprehen pro këtyre amendimeve. Mendim i ri dhe i konsoliduar mes gjyqtarëve është që zgjedhja e anëtarëve të gjykatës së lartë duhet të përfshihet në strukturën e zhvillimit të gjyqtarit nëpërmjet ngritjes në karrierë në fushën e zakonshme gjyqësore, duke përfshirë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Për kreun e shoqatës së prokurorëve Shkëlqim Hajdari dhe ish kryeprokurorin Arben Rakipi, reforma duhet të prekë dhe mënyrën e funksionimit të prokurorisë. Është domosdoshme që prokuroria të ketë zëvendës prokuror të përgjithshëm të Republikës. Dhe qenia një zëvendës prokurorit të përgjithshëm do të shmangte historitë e delegimit të firmave kur prokurori i përgjithshëm për arsye pune nuk ndodhet në ushtim të detyrave të tij. Mënyra se zgjidhet prokurori i përgjithshëm, autoriteti që ai merr, nga e merr dhe si e merr nëpër mekanizma të cilat nuk janë transparent, bën që ushtrimi i detyrës të varet vetëm në faktin nëse vetë personaliteti i këtij individi është i ekuilibruar ose jo. Por pavarësisht se palët politike janë parimisht dakord, reforma në drejtësi nuk ka filluar pasi opozita është jashtë parlamentit.